Zonja Razi, e përmendë disa fakte shumë të rëndësishme që ndoshta mund me i bindë edhe nanat dhe babat që përna ndëgjojnë edhe me reflektu. Për shembull, po nalim të lidhja e foshnjës. Kur themi lidhja, a është fjala për ata thasët të gjumit që janë pak ma të lirë me lëviz brenda ti, a është fjala të lidhja që ka qenë në kohën tonë, kur kemi qenë knap, edhe s'kemi mujt me lëviz, apo çfarë lidhje është fjala që rekomandohet dhe që është e shëndetshme për foshnjën? Po, rekomandohet prej ditës parë është pështjellja me një pelen të madhe e pështjell. Do me thënë, beba i ka pijamat e veta, është i përgatitur për me fjetë. Po. Flas me teori të anglisë. Po. Çdo fëmijë pështjellet, do me thënë, vetëm koka, tek krahti. Edhe gjymtyrët e poshtme, komt, i ka gjithmonë të lira dhe që mundet me lëviz. Arsyeja pse lidhet fëmija është sepse nuk është mënyra se nuk e zgjon veten me durët e veta. Prandaj është refleksi, si të zgjohet ajo edhe e zgjon edhe veten.